Për të folur për disa ngjarje të rëndësishme që ndodhën ditën e sotme dhe mbi çfarë pritet të ndodhë lidhur me fatin e Belinda Ballukut, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Kujtim Cakrani. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Avokat, kjo është intervista jonë e parë pas incidentit që ndodhi në Vlorë. Si jeni me shëndet e para dhe çfarë ndodhi realisht? Unë jam mirë, kam filluar, jam në punë, ndodhi diçka që e papritur, e paparashikuar që nuk ka lidhje me punën time, ishte një situatë e cila e momentit e rastit e çastit aty, për të cilën dy persona të papërgjegjshëm, ndoshta edhe të influencuar dhe nga lënda narkotike e kështu me radhë, më goditën pa e patur mendjen edhe pa patur asnjë lloj shkaku, arsye, më themi. Edhe është një situatë që u krijua padyshim pastaj duke marrë parasysh faktin një personi tim publik mori për masa mediatike kështu me radhë. Por ishte një situatë e cila nuk kishte lidhje as me punën time, as me jetën time private, asgjë, ishte një situatë e krijuar aty në moment. Dhe kështu që ju falenderoj juve të gjithëve që e përshkruat dhe më gjendët në ato ditë të vështira që më dhatë edhe forcën dhe kurajon me mesazhe, po qoftë edhe me bërje publike të situatës krijuar. Dhe njerë faleminderit juve të gjithëve. Kështu që jeta tani vazhdon, nuk ka asgjë, s'kam dëshuar asgjë në jetën time. Avokat, inshallah ishte me kaq dhe le të kthehemi tek aktualiteti. Kemi pasur ditën e sotme një sqarim dhe një deklaratë të zotit Rama lidhur me propozimet për të ndryshuar një njen shumë të rëndësishëm ku gjykata dhe prokuroria e posaçme përdorën për të pezulluar nga detyra Belinda Ballukun. Si e shikoni këtë iniciativë të zotit Rama, kur vlen për të kujtuar se është vetë zoti Rama që e ka firmosur kërkesën për ndryshim të ligjit? Shiko, nëse do ta shikoja në këndvështrimin politik, padyshim që është një veprim i paprecedent, sepse nuk mundet një qeveri dhe një majorancë të bëj ligje personale për veten e saj, për të mbrojtur ministrat, po qoftë edhe pse jo dhe kryeministrin e kështu me radhë. Kjo është pjesa politike që në fakt lë shumë komente dhe padyshim pse jo edhe problematika. Për sa i përket nga ana juridike, kushtetuese, mendoj që duhet të sqaruar një herë mirë ku përfundon e drejta për të hetuar dhe ku nis e drejta për të qeverisur. E thash këtë sepse duhet të kuptojmë diçka. Unë po shkëpuz vetëm një frazë nga ajo që zoti Rama përmendi sot, tha që në asnjë vend të botës nuk ka ndodhur që të pezullohet një ministër, sepse pezullimi me ministrit automatikisht do të thotë shkarkim. Okej, dakord, nëse do t'i referohemi globit siç ai ju referua, ose vendeve demokratike siç ai ju referua, atëherë lind pyetja vetvetiu kushdo ne dhe ju gazetarët që më gjeni një vend të dytë në Europë, në botë, që zot kryeministri është marr i pandehur, është akuzuar dhe është marr i pandehur dhe është vazhdon detyrën. Pra, nëse ka një rast tjetër. Kështu që kryeministri në vend të sqarojë juridikisht problematikën e tij, i futet dhe anës morale. Nëse do t'i futet anës morale, atëherë nuk del gjëkundi nga kjo histori. Nëse do t'i futemi anës juridike, pastaj hajde ta shikojmë, nëse ka një rast të parë apo të dytë në një vend të Bashkimit Evropian, Paktit të Evropës, ku ne jemi dhe bëjmë pjesë dhe duhet ta aderojmë, atëherë padyshim që ky është një debat tjetër. Unë jam një çik skeptik për sa i përket këtij ndryshimi të kodit penal, ndryshimeve që u firmosu sot dhe do i kaloj Komisionit të Ligjeve dhe më pas Parlamentit për të votuar, sepse më është dashur gjithë këtë periudhë edhe për hir të debatit publik, edhe për hir të intervistave që bëjmë me ju gazetarët, që të gjëja ku ka gabuar prokuroria dhe pse ajo dispozit në 242 është në kundërshtim me kushtetutën. Sigurisht nuk ka një rast në Europë që të ketë ndodhur një proces i tillë.
por nuk e pengon, thot, edhe kushtetuta gjermane, edhe kushtetuta italiane dhe franceze, pra ligji procedural penal dhe kushtetuta, nuk e ndalojnë që organi procedurës, siç është prokuroria, të marrë masa pezulluese ndaj ministrit. Nuk e pengon, as kushtetuti e vendet të Europës, as ligj nuk e pengon. Sepse sipas tyre, kjo nuk është një shkarkim nga detyra dhe këta kanë marrë funksionet e kryeministrit, pra prokuroria dhe gjykata. Ajo është thjesht një pezullim për një proces penal, pra është një masë preventive kjo, që merret për të ndjekur, për të quar deri në fund një proces penal. Sepse me premendohet dhe gjithmonë ligjet bëhen për ata që bëhen edhe për në bazë të vendit me ku jetojmë. Fakti që një zbës kryeministre dhe një ministre në vend të Evropës, në çdo vend të Evropës, jep dorëheqjen, në Shqipëri jep dorëheqjen dhe ne ai do të vazhdojmë të rinë në detyrë. Çfarë duhet të bëj, se pyetja është kjo. Çfarë duhet të bëj prokuroria kur shikon një ministër apo një zbës kryeministre që është duke bërë një abuzim me detyrën? Nuk e pezullon dot, sepse ajo mbrohet tashmë me imunitetin me ligj. Kjo është pyetja që bëhet. Ore, çfarë do të bëj prokuroria kur shikon një ministër që vjet ose që po abuzon me fondet publike? Sepse tashmë këtë tutje nuk e pezullon dot, nuk e ndalon dot, sepse nuk e lejon ligji. Kjo është ajo pyetja që kërkojnë sot përgjigje qytetarët. Sepse kryeministri nuk e shkarkon. Nuk do ta shkarkoj, do ta mbaj aty. Prokuroria që është organi i cili heton, çfarë do të bëj? Pra, kjo pyetje kërkon përgjigje. Sepse vetë kryeministri në gjithë daljet e tij publike që ka bërë për para, ka thënë që ne nuk mbrojmë askënd nga drejtësia. Mjafton që të regjistrohet një procedim penal dhe të ketë emrin në regjistrin e vepra penale, ne automatikisht do veprojmë, nuk bëhemi avokat. Por në rastin konkret, kryeministri jo që po bëhet avokat, po arrin në nivele që askush më parë nuk ka arritur. Që po ndryshon kodin penal. Në kuptim të kësaj mendoj që në vitin 2012, nuk e di nëse po asë në kujtes, ka pasur një iniciativë nga kryeministri ose nga mazhoranca e kohës që drejtoi nga Sali Berisha, ku ju kërkua të hiqe imuniteti fare për sa i përket deputetëve, kuvendit. Dhe ju hoq imuniteti për regjistrimin e procedimit penal, ju hoq imuniteti për sa i përket veprimeve të tjera procedurale të prokurorisë për kontrolle kështu me radhë, e tjera që s'kishe nevojë kontroll banese ose mas sigurie nga këto të cilat janë që ka sot zoti Berisha e kështu me radhë, pra nuk kishe nevojë të drejtohesh në kuvendin. Dhe u arrit edhe më tej ku ju kërkua që të hiqe imunitetin fare për gjithë ata për sa i përket deputetëve. Sepse deputeti presupozohet që mund të ishte ministër. Nuk u pranua nga Edi Rama në atë kohë dhe mbeti thjesht tek pjesa që nuk do ketë imunitet për regjistrim procedimit penal, nuk do ketë imunitet për sa i përket kontrollit banesës e kështu me radhë, edhe primeve të tjera procedurale, po do ketë imunitet vetëm për sa i përket arrestit. Kjo ishte. Tani, zoti Rama, unë mendoj që pavarësisht se unë jam avokat dhe mbroj interesat e qytetarëve, por nëse duhet të flasim në logjikën juridike të vendeve të cilat ne kërkojmë të aderojmë, unë nuk më rezulton në asnjë kod penal, po dhe kushtetut të vendeve të Bashkimit Evropian, dhe unë jam marrë gjithë periudhë me kodet italiane, gjermane dhe franceze, nuk më rezulton që të ketë pengesë, pra që ta quajnë masë preventive, si që është ajo masë shtrënguse, si që është ajo ndaluse, jo shtrënguse, që është ajo ndalimit të ushtrimit funksionit publik, ta quajnë si antikushtetuese. Jo, në asnjë vend të Evropës nuk është. Tani u bë vetëm në Shqipëri u bë me ligj. Kjo është e gjithë historia. Do të ndajmë deputetin
që votohet nga populli dhe populli kur e voton për deputet. Ai mund mos të bëhet ministër nesër. Dhe do të ndaj funksionin publik. Sepse deputeti në kuvend e çon populli dhe me votën e tij ka e vesh me imunitet. Por ministri nuk e çon populli, por ministri e çon ti. Është një post administrativ. Pavarësisht se këta duan ta veshin poshtë kushtetuese kështu me radhë bla 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 se bë betimin e kushtetuesve. Ajo më jo. Ajo aty ministri nuk e çon populli dhe nuk e ka veshur populli me imunitet. Ministrin e çon partia. Pavarësisht unë jam kundër këtyre juristëve që e mbrojnë këtë tezë. Unë jam teza kundër e kësaj. Mendoj që duhet masa për të cilën është marrë ndaj zonjës Balluku, ose shtrëngësikat, ose flas për zonjën Balluku, flas për fenomenin, flas për rastin, flas për kazusin. Mendoj që është në përputhje edhe me dispozitat e kodit tonë, të cilët tani do ndryshohen, por edhe me qasjen që ka në vendet e Bashkimit Evropian për sa i përket kësaj djegje penale që ushtron organi procedurës. Avokat, pse ky ndryshim i zotit Rama lidhur me Belinda Ballukun, kur edhe ju e theksuat, por edhe ne e theksojmë që ka pasur tjetër qasje kur drejtësia ka kërkuar imunitetin e, po themi, ish ministrave, ish zëvendës kryeministrit, zotit Berisha. Pse ky ndryshim i zotit Rama për Belinda Ballukun? Shiko, them diçka. Në juve ju kujtohet 3 vite më parë, kur u arrestua, ose më saktë, kur mor masa shtrënguese për zotin Berisha, siç ishte ajo e arrestit e detyrim për paraqitur dhe bllokimi i pasaportës për daljen jashtë Shqipërisë. U morën 2 masa shtrënguese. Zoti Berisha e kundërshtoi atë, me arsyetimin se masa shtrënguese ka të bëjë me lirinë personale. Masa shtrënguese ka të bëjë me lirinë personale. Dhe iliria, pra arresti me burg, arresti në shtëpi, apo masat e tjera shtrënguese, janë përsëri heqëlirie, sepse nëse ti e heq lirinë dhe e mbyll në paraburgim në 30 metra katror apo 20 metra katror, apo e lën arrest shtëpi me 60 metra katror, apo e lën në detyrim paraqitje me pafundësisht metra katror, përsëri heqëlirie. Sepse në këtu diskutohet intensiteti i hapësirës, nuk intensiteti i hapësirës. Dhe nëse një politikan kërkon të bëjë një takim për të dalë jashtë Shqipërisë me elektoratin, me njerëzit dhe kështu me radhë, nuk del dot, sepse ti ke bllokuar pasaportën. Pra kjo është heqëlirie. Pra kufizim lirie quhet, më fal. Ose nëse ti do të shkosh te elektorati ditën dhe orën e caktuar, zoti Berisha nuk shkon dot, sepse ka kufizim lirie, pra ka kufizim sepse do të shkoj të paraqitet përpara oficerit policisë të firmosi. Pra, këta e morën shumë të lehtë çështjen Berisha, sepse nuk ishte në kurrizë të tyre, ishte në kurrizë të atij tjetrit. Në kohën e Gjermanisë, kur shkuan atje tek ai nazistët, pra ai nuk u ndjeva, u tha se si isha komunist. Kur shkuan tek hebreu, s'u ndjeva se si isha hebre. Kur shkuan te sindikalistit, s'u ndjeva se si isha sindikalist. Po kur erdhi te mua, atëherë kuptoi ai që liria kishte marrë fund. Edhe kjo punë. Ty tani këta duhet të ishin, të kishin marrë masa, edhe në kohën ku doli ky veprim për zotin Berisha. Po aq më keq akoma kur për zotin Meta. Sepse ju hoq liria në mënyrën më kriminale të mundshme. Dhe asnjë nga këta Palaço deputet, se tani na flasin për lirinë të drejta këta Palaço, nuk u ndje që të fliste që presidentit e Republikës u rrëmbyer mes rrugës. Pra ju hoq liria në mënyrë palishme, pa i vendosur vendim gjykate përpara mor, që kishte një mas arresti ndaj tij, që kishte një vendim gjykate. Pa i vendosur në ekzekutimit. Dhe morën e mbyllën aty dhe pas 2 orë i komunikuan që kishte një vendim gjykate për arrestimin e tij.
Dhe nuk u ndihen të gjithë, diskutonin mënyrën si e nxonin nga makina, si se nxonin nga makina, apo ishe drejt nxjerrja, apo si ishe drejt nxjerrja. Nuk u morën në ata, fare me lirin. Por tani që të vjen te shtëpia jote, tani kujtohesh, jo më jo. Se ashtu është drejtësia, shteti së drejtës, dhe shtet ligjor, ka, se Edi Rama leferohet shteti ligjor, jo më jo, shtet ligjor kishte edhe Roxha, shtet ligjor ka edhe Kim Jong-u sot, ka edhe në Kino, shtet ligjor ka. Të dënon Kina për korupcion, të dënon me pushkatim, me valje, si e kanë ata. Problemi ne diskutojmë a funksionon shteti së drejtës. Shteti së drejtës ka disa parime ku nuk funksionojnë lirit themelore të njeriu. Dhe lirit themelore ka të bazojnë me sigurinë juridike të individit. Dhe këtë garanci ta jep kushtetuta dhe konventa që ne kemi firmosur, e bërë pjesë e krijes që në 1995. Kështu që nëse këta duan dhe janë bërë sot dashnor të mëdhenj të lirive të drejtave, pse nuk foli sot kryeministri për pabarazin që ndeshe sot qindra dhe mijëra qytetarë që kanë mbushur buxhetin e Shqipërisë nga këto masa represive, që ai i ka alimentuar vetë në gjëna 2013 e këtej. Sepse ne avokatët e dim shumë mirë çfarë do të thotë një mas arresti me burg ose në shtëpi, ose një kufizim tjetër lirie. E dim ne vetëm, sepse ne ndeshemi çdo ditë. Ne ndeshemi çdo ditë dhe e dim çfarë do të thotë. Jo ku shkon te Balluku, sepse ky ka hallin e vet, o nuk ka hallin e Ballukut. Ky ka hallin vet se mos shkon atje. Mos i kërkojnë pezullimin e tij nga detyra, po nuk shkojnë atje, sepse ai është institucion kushtetues. Kote ka Rama që do ta përfshi veten e tij aty. Jo mor jo. Ti s'mund ta mbrosh presidentin e Republikës, se presidenti është idiot lëkum i madh që ti e mbron me kushtetutë. Presidenti i Republikës është i mbrojtur nga kushtetuta. Presidenti i Republikës nuk arrestohet kur është duke ushtrua funksionin e tij. Nuk arrestohet presidenti. E ka kushtetuta. Nuk regjistrohet procedimi penal ndaj presidentit kur është detyrë. Nuk regjistrohet. Mund të bëhen hetime, verifikime gjëra me radhë për një çështje të caktuar që mund të jetë përfshirë presidenti para se të bëjë president. Ose gjatë funksionit të tij, ushtrimit të tij, po nuk arrestohet. Tani, ky është budalluku më i madh. Jo po avokati i popullit, jo po kështu me radhë, po mirë. Në kushtetutë neve kemi që edhe kryetarin e bashkisë. Në kushtetutë ne kemi të mbrojtur dhe kryetarin e bashkisë, përfshihet edhe kryetari i bashkisë. Pse se bëri edhe kryetarin e bashkisë ai sot ta përfshinte edhe kryetarin e bashkisë në këtë dispozit. Që edhe kryetari i bashkisë do të arrestuar. Kur është duke ushtruar funksionin e tij. Mund të ndiqet penalisht, mund të merret një masë e zakonshme, por nuk mund të arrestohet. Se bëri kryetari i bashkisë? Se ti intereson pra. Se po të bëte kryetari i bashkisë do ditë Elio Melia nëse në burgu. Kjo është e gjithë historia. Kështu që Edi Rama këtë dispozit në 242 e rregulloi në mënyrë të sforcuar dhe mënyrë të shturpshme për veten e vet, as për gjithë tjetër. Jo për interesat qytetarëve. Qytetarit çfarë fiton? Ti do bësh ligje për qytetarët mos e ti aty deputet nuk je për të bërë ligje për veten e vet, por. Je për të bërë ligje në funksion të publikut të qytetarëve. Prandaj ta ka dhënë votën ata. Kjo është e gjithë. Avokat zoti Rama deklaroi që Belinda Balluku i ka kërkuar 3 herë, i ka paraqitur 3 herë dorëheqjen e saj lidhur me postin që mban si zëvendës kryeministër. E megjithatë, me 23 shkurt pritet që të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve për të marrë një vendim lidhur me kërkesën e prokurorisë së posaçme për të ndryshuar masën ndaj zonjës Belinda Balluku. Si e shikoni këtë deklaratë të zotit Rama dhe deklaratën e tij që unë nuk do e heq zonjën Balluku derisa të plotësojnë kushtet dhe cilët janë kushtet në fakt? Shiko, fati i zonjës Balluku i nderuar është i lidhur ngushtë me zoti Rama ka fatin e tij politik të lidhur ngushtë me zonjën Balluku. Zoti Rama i ka lëshuar të gjithë. Lëshoi zot kryeministrin zotin Ahmetaj dhe besoi ju kujtohet. Nuk ishte njeri më të afërt më të besuar. Dhe madje më njeri i cili në publik dilte
në çdo media mbronte qeverisjen dhe zoti Rama, ka qenë zoti Ametaj. Dhe zoti Ametaj u shkarkua nga zoti Rama kur ju regjistrua një procedi penal për çështjen Buka. Dhe çështja Buka, nëse doni ju ta dini, është një çështje koti. Është një çështje koti që s'ka lidhje, po s'ka lidhje fare me korrupsionin. Sepse nuk I ka sjell asnjë dëm shtetit shqiptar. Ka lidhje, po, mund të jetë çështje civile, padyshim, çështje civile, por çështje penale nuk është. Dhe çfarë bëri zoti Rama, shkarkoi zotin Ametaj dhe pastaj I tha dhe drejtësisë arrestohe. Dhe ju kujtohet në asambleje e partisë çfarë tha. Nëse do isha unë gjyqtar apo unë tha do isha I pamëshirshëm tha ndaj zotit Ametaj. Edhe thap spaku bëri kërkesë asaj për nxjerr mas arresti. Dhe iku zoti Ametaj. Edhe ishte kryeministri ishte. Madje ishte shumë herë më I ndershëm e më I mirë nga kjo zonja që sot. E zoti Rama e lëshoi. Edhe na hodhi dhe shprehje e famshme që unë nuk mbaj përgjegjësi për ata që janë dardha dhe moll, ku di që unë ftojnë pas shpinës time. Ju kujtohet apo jo? Zman, tani, fakti që ky nuk mbroti zotin Ametaj, që s'kishte lidhje fare thash me korrupsionin shtetëror, dhe persekutoi atë derisa ai u largua nga Shqipëria, dhe tashmë po bëhet kamikaz politik edhe juridik po deshët ju, me ca deputet atje me Ysiu me shok, që formimin e tij ka prokuror, dhe italianët kanë një shprehje, ta them, çfarë shprehje kanë për prokurorët. Keqe babai thon, kur është I çik si nuk bën dot gjë në jetë, kanë si kështu thjesht babai thon italianët, kur s'bën dot gjë në jetë bëu prokuror. Edhe Ysiu kështu është. I prokuror I dështuar dhe tani na flet për kushtetutshmërinë. Edhe u thot shqiptarëve Ysiu, po Ysiu ishte ministër. Nuk mori asnjëherë një mas për ata mirat burgosur që janë aty, që ka kaluar numrin e para burgosurve. Dhe sot na flet për kushtetutën Ysiu. Edhe na nxjerr Ysiu tani na bën ne shkencën e së drejtës, e shtetit të së drejtës. Ysiu. Çfarë I themi ne tani? Kështu që ata kanë fatin e tyre, fatin që është I lidhur me fat me zonjën Balluku. Dhe po I zonja Balluku. Besonin që e del shoj zoti Rama zonjën Balluku. Ja heqja po se heq imunitetin. Shiko, përderisa ai po bën gjithë këto manovra juridike, bën kapërcime të jashtëzakonshme, unë mendoj se ai do që ta ruaj atë. Do që ta ruaj. Përderisa po merr kosto morale, politike, juridike, mendoj se ai e ka ndarë mendjen për ta ruajtur. Ky është thelbi. Tani çdo njeri e kupton. Dhe sot këta I referoheshin Komisionit Venecias. Po mërë po, Komisionit Venecias dhe gjithë këtë katraur juridike që u bë këtu, kushtetuese, edhe përsa I përket reformës së drejtësisë në tërësi, Komisioni Venecias ka folur në vitin 2016. E kemi aty raportin. Dhe raportin atëre ja ka quar për interpretim kryetari I Kuvendit që ishte zoti Meta. Dhe keni aty raportin. Dhe askush nuk I referua atij raporti. Sepse po të ishte në frymën e raportit Komisionit Venecias, reforma e drejtësisë do kishte marrë tjetër drejtim dhe sot ne do ishim në të tjera kushte. Do të ishim në të tjera situata dhe do funksiononte tamam shteti së drejtës. Dhe nuk do ishte e kapur as sistemi I drejtësisë, as I shantazhueshëm, dhe do ishte tërësisht I pavarur. Kaq. Prandaj ta lëmë janë Komisionin e Venecias, mos ta dhë në gojë sepse Komisioni I Venecias I turpëron të gjithë këta. Kjo është historia. Avokat, kam dhe pyetje të fundit, ka pasur një debat publik mes një prej gjyqtarëve të gjykatës së posaçme të apelit, e konkretisht zotit Florian Kalaja, me
Ministrin e Drejtësisë zotit Besfor Lamallari. Si e shikoni këtë qëndrim të zotit Kalaja dhe përgjigjen e zotit Lamallari dhe mbi të gjitha a duhet që gjyqtarët e përgjithshëm ndoshta dhe gjyqtarët të cilët kanë një formim akademik të bëjnë debate në publik lidhur me, po themi me ligjet dhe me mënyrën se si politika mund të ndryshojë ligjet? Shiko të them diçka. Në Itali aktualisht që po flasim, po bëhet Giorgia Meloni, qeveria Giorgia Meloni, po bën reformë në drejtësi. Jo reformë drejtësi si kjo jona që hoqën gjyqtarë e prokurorë e vendosën ca të tjerë. Po bëjnë reformë në drejtësinë, në procedurën penale dhe në drejtësi penale. Edhe ka një debat aty. Ka debat kur janë përfshirë edhe prokurorë, mbi të gjitha është përfshirë Nicola Gratteri, prokurori famshëm i antimafjes, që është kundër qeverisë. Edhe çdo ditë ai del në media. Tani, Florian Kalaja është një gjyqtar me një integritet shumë të lartë. Nuk ka si dyshim, ata që njohin Floriani. Floriani është një djalë shembullor nga pikpamja e moralit të tij si gjyqtar, me etik dhe është një shembull për të gjithë ata që duhet të bëjnë drejtësi në këtë vend, kur e ka fjalën për magjistrat. Floriani ka bërë libra. Ka bërë libra. Dhe gjyqtarët që bëjnë libra nuk janë të gjithë me gishta, janë me gishtat e dorës. Jo në Shqipëri, po dhe në botë. Pra, Floriani, të gjithë problematikat i ka materializuar në libra. Gjithë problematikat. Dhe është i vetmi gjyqtar, po dhe është ju, që bën kërkesa incidentale dhe gjykata kushtetuese. Pra, ku shikon një papajtueshmëri të i ligji, ai e dërgon me një gjykatë kushtetuese gjatë gjykimit. Dhe Floriani është njeri shumë i iluminuar. Unë tani pyetja është, kush është ministri i drejtësisë? Ministri i drejtësisë është njeri që se njeh kush. Ka karrierë as në të drejtë penale, as në të drejtë civile, as të administrative, në asnjë lloj të drejtë nuk ka. Pra, ai është njeri i pa formuar nga pikpamja e profesionit nga pikpamja të drejtës. Ka qenë një në punës, ka qenë zbës-ministër dhe kaq. Çfarë karriere ka ai ministri i drejtësisë? Asgjë. Ministri i drejtësisë në Shqipëri nuk ka asgjë. Është djalë i ri, ka nevojë pa dyshim fare që të krijojë atë përvojën e tij, po ministra e drejtësisë në botë bën ata të cilët kanë dhënë një karrierë në drejtësi, kanë dhënë karrierë si magjistrat, kanë dhënë karrierë në të drejtën si avokat e kështu me radhë, dhe bën ministra. Pra, ka një background të jashtëzakonshëm. Kush është ministri i drejtësisë do t'i dihet kundër Florianit? Floriani nuk ka zënem rangoj. Floriani ka thënë kodi penal që u miratua nuk pati asnjë, si thonë, interes, pra nuk pati debat publik. Këta kodi penal ja çonin njëri tjetrit, bënin konferenca me nxënësit që shkonin atje tek ministria, me ta kështu kod fare. Jo, debati për kodet është debat shumë i rëndësishëm, do të zgjasë me vite. Ka një mandat Giorgia Meloni, po përfundon mandatin dhe është akoma në debat. S'pëmbyll dot akoma reforma. Kështu që ministri të marri të shikojë shkeljet që i bën, sepse ministri i drejtësie në botë që shkel lirinë e drejtë e njerëzit mund të jetë vetëm ministri i drejtësisë në Shqipëri. Ministri i drejtësisë në Shqipëri me lirinë dhe shkeljen që ju bën qytetarëve dhe thot që ne po flasim, nuk lejon mediat të shkojnë të bëjnë një takim me presidentin para burgim, unë nuk i vë dot emër tjetër, përveç se ministri i drejtësie terrorist. Ministri i drejtësie terrorist ka vetëm Shqipëria, nuk ka dy në botë. Që thot, unë nuk lejoj mediat të shkojnë të takojnë presidentin në para burgim. Dhe Putini shkojnë, lejon të mediat CNN-i, Fox News-i, që shkojnë takonin Navalny. Ministri ynë i drejtësisë thot nuk duhet të shkojnë media të takojnë presidentin. Tani, ministri i drejtësisë apo është terrorist? Është terrorist. Ku ndryshon ministri nga i terrorist? Nga mos shkelja e ligjit, se ku ndryshon ndryshe? Terroristi shkel ligjin, ministri zbaton ligjin.
dhe çfarë definicioni ti japun ndryshe këtia? Pa ma shpjegoni pak. Kur ai shkel të drejtat themelore të njeriu. Të një politikani nuk e le të ushtroj funksionin e tij. Që të zgjeroj pak dhe pyetjen lidhur me këtë pjesën që nuk lejohet që të ketë intervista me të burgosurit, deri para disa ditësh fakt ishte kryer përshtypja që ishte SPAK-u që nuk lejonte intervistat me të burgosurit, por ndërkohë ka pasur një interesim të A2 CNN për të marrë një intervistë zotit Meta, mos gaboj, dhe ishte Ministria e Drejtësisë që nuk e lejoi intervistën. Unë jam jo vetëm zoti kolegu juaj Andrea Danglia, që ka bërë kërkesa të vazhdueshme dhe SPAK-u i ka thënë për ne bën intervista bëj çfarë doj, ne nuk kemi asnjë lloj, na ne ka asnjë lloj pengese, madje e kam sankcion, e ka kthyer si përgjigje e ka me shkrim nga zoti Brau dhe nga prokurorët e çështjes. Jo vetëm ai, ka bërë kërkesa edhe Blendi Fevziu, ka bërë kërkesa edhe News 24 Ola Bruko, pra nuk ka bërë disa gazetar, disa media kërkesa, dhe SPAK-u ka dhënë okay, ka thënë për ne s'kemi asnjë lloj pengese, jemi krejt të pa interesuar se çfarë do bëj ministria dhe kaq, e ka mbyllur. Unë kam kontaktuar vetë me prokurorin. Jo tha për neve s'ka si problem. Problemin e ka Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve që thot ne nuk bajmë dot përgjegjësi, që do shkojmë media atje, do shkojmë si gazetar atje. Ja shkojmë, do shkojmë avokatët sot, do shkojmë ta takojmë, do shkojmë dy gazetarë ta takojmë. Kush këtu infrastruktura? Kur ata vet, kur shkojnë në komision parlamentar, thonë që jo, i kemi në rregull, kemi në kontroll, bla bla bla, tu aty burgjet shqiptare janë si Holanda, Zvicra, dhe nuk pas kanë infrastrukturë, nuk krijojnë dot infrastrukturën për 5 metra katror që të bëj presidenti një intervistë. Po nuk është aty qëllimi. Qëllimi është sepse vetë ministri ka A2 CNN para sa ditësh me kolegun tuaj Armand Bariami tha, ne nuk e lejojmë që burgjet tona të bëhen tribuna politike. Pra, qëllimi është politik. Dhe ata po e mbajnë aty presidentin për qëllime politike. Kjo është e vërteta. Tani, definicioni ministër drejtësie me qafje terroriste, a është i sakt nga ana ime, apo unë tani po egzagjeroj? Më thoni apo jo? Kjo është e vërteta. Unë e kam së dhe vazhdoj ta them, ja them në sy ministri, s'kam aty kompleks. Që qasja e këtia ndaj presidentit dhe ndaj të paraburgos është qasje terroriste. Se shkelja e ligjit në këtë mënyrë kaq të hapur është qasje terroriste. Se shkel kushtetutën e drejtat politike, shkel konventën evropiane e drejtat njeriut, dhe ti më tregon mua rregulloren e burgut. Rregulloria e burgut para kushtetutës dhe konventës, se di çfarë është letër higjienike për të shkuar në tualet. Kaq. Më kuptoni? Këta më bëjnë mua rregullorin e burgut më të rëndësishme nga kushtetuta dhe konventa evropiane. Ore janë mirë në mendja këta apo jo, ose na thyen inteligjencën tonë, mo, e kuptoni çfarë bëjnë këta? Po kishim të burgosur, tu ishte Fatos Nano, aty i thash Fevziut. Shkonte takonte Fatos Nano në intervistonte në Burgos, sa e i donte qefi gazetarëve. E si thoshte kusht, po. Shkonin takonin në Ramizalin e të gjithë ata që ishin për gjenocid. E shkonin të 313 i takonin në vitet 93-94. Gazetarët, shoqatat, organizatat e të drejtave të njeriut. Këta nuk lënë as organizata, as shoqata, as deputetët të takojnë presidentin, ministri. As organizatat, as shoqatat, as njeri këta nuk e lënë të takojnë. Kur ndërkohë në 93-94, 30 vite para, shkonin atje të 313 takonin Necmi Hoxhën, Ramizalin, Aranit Çenën, Adi Çaçanin dhe të gjithë ish zyrtarët e regjimit komunist që ishin atje akuzoheshin gjenocid. Dhe sot në 2026 nuk u lejoka. Po çaj, e kuptoni çfarë nivelesh po flasim apo jo? Po flasim në nivele të kriminalizimit total të shtetit, mo. Ministri i Drejtësisë terrorist, mo, e kuptoni apo jo? Nuk ka ndodhur ndonjëherë, mo, që ministri i Drejtësisë kur ndodh arrestuar Sarkozy, që shkoi në Burg para një muaji, gje parë që vizitën e parë për ministrin e Drejtësisë, mo, në paraburgim. E dini ju apo jo? Sarkozy në Francë. Vizitën e parë në ditën e dytë që ai shkoi në paraburgim, në
për të vuajtur burgun, ja ka bërë ministri i drejtësisë së Francës. Këtu ministri i drejtësisë është Palo ministri, s'është ministër. Djali i ri ai, me frymë të re ai, me mentalitet terroristi. Kaq. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Kalofshi mirë, mirupafshi.